لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الله يزرد نيمي نلجرات نفوندت historia tatarve prej në fillim deri në Ainul Gjalut. Kjo çështja e historisë të tatarve nuk u kon qëllimi që me kalu kohën, por me marrë mësim. Një fjalë e bukur e kam përdorur edhe në ligjëratat e kaluara që e lexova. Dhe më pëlqeti shumë theke se historia nuk është për mi i vunë në gjumë fëmijë, por është për mi zgju burrat prej gjumit. Se historia përsëritet. Ne cekëm Ainul Gjalut, takimin e Sejfuddin Kutuzit me ushtrinë e tatarëve në Ainul Gjalut, dhe cekëm se pse ka zgjedh atë vend, atë lugin, Sejfuddin Kutuzi, e cekëm se lugin e ka pas formën e patkojit, ka keton në kone gjanë me kodrina, por e ka pas vës një grik, edhe e ka pas qëllimin që kështi ati, pastaj jam zhenjën rrugën, edhe ati ka konë fitoria kështu më radhë. Dhe parë se strategjin, pregaditjen, rolin e daullave, pse i ka përdor rolin e teshave, pse kësi cila ushtris, si cila grupi ushtris, i ka pas me ndyrat ndryshme, edhe si kanë hec ato mbas tuponave, të cilët ata nuk kanë ditë çka është meselja e tuponit. Ato kur kanë shumë herë me sulmoni, kur i kanë shumë herë të rreçni, kur i kanë shumë 3 herë për shembull onën e gjatë në shok, kur i kanë shumë 4 herë, do thotë ka pas ato sekretin e ushtrisë të cilët nuk e kanë ditë tatarët. E pse paraqitja e grave, edhe fëmijëve, edhe pleshëve pse kanë prezantuar në ato kodrina, se pse kanë bëjtë fshehët, do thotë që ato kanë lidh rolin e tekbirave. Plaki s'mund me luftu, amën Allahu Ekber mund me vikat. E kur vikat se zoni ka keton të Allahu Ekber i grave, i fëmijëve, wallahi, është mrekulli të na pse u paraqiten ka fundar, pse u paraqiten njerëzit për rreth, pse u bashkangjiten ushtrisë të Sejfuddin Kutuzit, se e kanë paqit se Sejfuddin Kutuzit për nimet do me luftu me tatar. Jo si ato të parë të tjerë. Po luftojnë, kur e kanë pa, zorin ja kanë qaj, i kanë në popullat të mëdhaç. E këto e kanë po që për një mes Sejfuddin Kutuzi pa vendos me bo gjihad me tatarët edhe pa tjetër me fitu këtë luft. Edhe pastaj kanë zonë paraqitën trimat e njerëzit të cilë kanë konë të heshtur, kër e kanë po seriositetin e këtij dhe punën e këtij, ato ju bashkan gjitë radhave të ushtrisë të Sejfuddin Kutuzit. Po mirë, si mundët 40 vite, 50 vite, shumicat e luftave i kanë fitu tatarët. Pse në hub në Ainul Gjalut? Pastaj pse Allahu me ja mundësue tatarëve që ato të fitojnë? E pse në Ainul Gjalut me hum? Allahu thot në Kur'an, tilkel ejamu nudawiluha bejnë nas. Allahu thot, ato ditë janë të cilët ne i ndrojmë mes njerëzive. Najher fiton, najher humbën, najher keshën, najher kanë, najher i dhnohesh, najher gëzohesh. Do thot këto janë ditë. Tatarët i kanë pas ditët e veta që kanë fitu dhe kanë ecë, por ju ka ardhur momenti ku do të humbin. Mirë, si mundët një ushtri e cila bën zullum, derdh gjakun, merr nderin, shkel të drejtat dhe kështu me radhë, e mbizotron një territor të madh të muslimanëve të cilët i bie sejza Allahut. E japën zeqatin. Si mundët këto kriminal, këto të këqij, me marrë gjysën e botës muslimanëve, kur ato kriminal zullumçar vëllezër, mushrika,
Është e logjikshme. Si mundët? Edhe pse Allah t'ja mundson tatarve, që t'i marrë gjithë tokat e muslimanëve? Me dërë gjapin si kur ujë? Ku është sekreti? Pse? Dhe pyetja e dytë është pse muslimanët arritën çket ushtri që 40 vite shumica e luftave i ka fituar, tash humbje, ta mundi. Pse të tjerë nuk patën mundësi me i mund tatarat, kush e Sejfuddin Kutusi arriti që atë imposhtje t'i poshtërsoje tatarët. Për çka? Çka është dallimi atëre? Në ato tjerë kanë pas ushtri edhe kejt, në vëllezër. Përgjigjen e këtyre dy pyetjeve e gjejna te Omar ibn Khattabi. Emirul Mu'minin. Kur është nis Sa'd bin Abi Waqqas për në luftë për Qadisije me persianët, me luftue, e ka marrë komandantin kryesor, khalife i muslimanëve Omar ibn Khattabi dhe i këshillon. Do të urdhëroj ti Sa'd me bashkushtar të cilët janë me ti, që të keni frikë Allahut subhanahu wa ta'ala. Në çdo situatë dhe në çdo gjendje që të jeni, ju duhet të keni frikë Allahut subhanahu wa ta'ala. Thotë se devotshmëria është fuqia më e madhe që ne e posedojmë ndaj armikut. Dhe është që i shtin në kurth armikun më shumë, jo aftësia jote dhe mençuria jote. Thotë të këshilloj ti Sa'd dhe gjithë pushtarët që do të merrni pjesë në Qadisije, që të kujdesni ndaj gjunaheve më shumë se sa ndaj armikut. T'ju frikni gjunaheve më shumë se armikut. Thotë se gjunahat, mëkatet janë më të rrezikshme se armiku. Thotë se muslimani fiton kur t'jeti i devotshëm dhe kur t'i nënshtrohet Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe do të mposhtë, do të nënçmohet armiku kur muslimanët janë të devotshëm. Thot ja Sa'd, numri i ushtarëve tonë nuk është si numri i armikut. Përgatitja ushtarake nuk është njësoj si e është armikut. E thot nëse ne barazona me armikun në gjunahe, do të na mundjë armiku. Nëse ne i drejmë Allahut, ne i bën gjuna Allahut, edhe armiku i bën gjuna Allahut, mushrik. Por ai e ka plus, ti e ke gjunojnë, edhe ai e ke gjunojnë, ti e me numri vogël, ai është me numri madh, ti e më pak përgatitje, ai më shumë, atër ti ke me humbë. Thot dhe keni frikë Allahun subhanahu wa ta'ala, se ne me devotshmërinë që i mund në ato. Jo me fuqi. Dhe keni frikë Allah subhanahu wa ta'ala gjatë këtij udhtimi, se Allahu din dhe ju sheh çka bëni. Thot, keni kujdes, që vjen turp prej Allahut, si jeni në xhihad, jeni në rrugt të Allahut, ju keni dalë me dhon shpirtin Allahut, e keni kujdes, thot mos i bëni gjuna Allahut. Edhe mos thoni se armiku është më i keq se ne, se ajo mushrik, edhe sa na mundon neve. Hesni në emën të Allahut. A kuptuat po sekreti? Momentin kur Sejfuddin Kutusi dhe komandantat e tij që e cekën në ligjëratën e kalume, janë nështruar Allahut dhe i kanë marrë hoxhallar, dietar, këshilltar, edhe njerëz të mençur dhe i kanë zbatuar urdhrin e Allahut subhanahu wa ta'ala, Allahu ja ka mundsuar që këto ta marrën luftën, ta mposhtin armikun më të egër në sipërfaqen e tokës që ka ekzistuar. Do të thotë se devotshmëria është që të bën që të fitosh, jo forca fizike, jo numrin e madh që e kena, jo aftësitë tonë që posedojmë. Nëse nuk janë këto të lidhur me Allahun subhanahu wa ta'ala, e ke zor ti të dash përpara. Kur ti ke frikë Allahun, kur ti i largosh prej gjunaheve dhe e ke përgatitjen fizike, e ke përgatitjen ushtarake, e ke aftësi, dije se ti do të fitosh. A nëse me armikun barazonin gjunahe, humbja është. Vjen brapa më njëherë. Për këtë arsye 40 vite tatarët
ka ndërë gjakun e muslimanëve. 40 vite, pa do. Pas 40 vite, kthehet fitoria. Nëse shohim dobësi, flasmin të ushtria e muslimanëve që janë ma herë, por historia përsëritet. Nëse shohim dobësi, nëse shohim anim të armiku, nëse shohim që i ka hub hejbeti umetit të Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe mitson armikun, dije se ti dhe jesh në humbje. Dhe thot dije se ka gjunohë dhe mëkate. Kur muslimanët i nështrojnë armikut, kur muslimanët e bëjnë armikun mik, kur muslimanët e humbin hejbetin, prestigjin e tyre, kur muslimanët nuk kanë forcën e tyre, kur muslimanët dije se janë gjunohat dhe mëkatët, për këtë arsye tatarët e kanë pushtuar se gjithë territorin e muslimanëve. Tëri në momentin kur janë vetëdisu e muslimanët, janë kthi Allahut, janë drejtu Allahut, kanë orë në gjendje të japin shpirtin për Allahun, atër kanë ndrua peshorja. Janë ndru kartat. Dalën nartë muslimanët, se i fillojnë potuzi mushtrinë e ti, edhe bje poshtë tatarët me ushtarët e tyre. Edhe pse muslimanët e kanë pa këtë territor, edhe pse muslimanët e kanë pa këtë dobësi, por me gjitha, se i fillojnë potuzi me njerëzit e vetë, nuk e ka unë shpresën. Por ai ka mendu si ta kthen hejbetin islamit dhe muslimanëve. Edhe ai ka marrë mësim prej historisë të kaluarës. Për këtë arsye, ai i ka mbledh gjithë, i ja ka falë gjithëve, edhe ka filluar e ka shit këtë pronën e vetë, i ka mbledh ulemat, njerëzit e mençur, edhe e ka hartuar planin se si të ballafaqohet me armikun më të rrezikshëm që ka ekzistuar në ato kohë. Por nuk ka mundësi njeriu të fiton nëse nuk i kthehet Allahu subhanahu wa taala. Fitoria vjen kur njerëzit bëjnë tobe dhe kthehen te Allahu subhanahu wa taala. Nëse nuk bëjnë tobe, nëse nuk pendohen, nëse nuk kthehen librin e Allahut, në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dije se do ta kesh shumë vështirë ti që të fitojsh. Nëse don që të jesh krenar, nëse don që të udhëheqësh, nëse don që të dukesh, nëse don që zëri jot të dëgjohet lart, atëherë patjetër ti kthehesh Allahut subhanahu wa taala. Se Allahu gëzohet kur pendohet umeti dhe jep fitore. E dini hadithin e pejgamberit alayhis salatu wasallam, personi që ka u devën shkretin me ushqim me pije, ju kujtohet po. E gërkon devën, s'ka deve. Thecje, do vdese, trije, do vdese. Pasi që u ke shpresën, ha? Kthehet në vendin e pejmën ku ka qenë atë devja, shtrihet më bëhet hazër vdese, kur i çelësit i vjen devja. Ja Allah. Ajo ka gëzu shumë, e Allah e për shumë robin, kur pendohet Allah, hala më shumë gëzohet. E kur gëzohet Allah, di se ta jam fituar. Nëse umeti është në këtë gjendje, mitësim, dobësim, nëndshmim, aleancë, pajtim, kontrat, këj diçka, di se umeti është i dobët. Se fëtën Kutuzi, Allazar, me toben, pendimin që ka pas ai dhe ushtar dhe njerëzit krejt, dhe e cekëm se sa prej komandantave kër kam po që ki për një met do me luftu, kanë ikë në bazdarke. Ju kujtohet të rasti? Kër e kam po, ka mendu se vetëm i kokshë e filma, që të bon filma. Ata kanë mendu se si qeret filma, ai njerëzit sabah thot duhet me do në front, kur që të sabah, kanë ikë komandanta, një numër i tyne, të tojnë për munafikat. Amo kjo shumë a mirë. Pse se kur ti këtë munafiki për fronti, kur dhe për mjesë e shoqërisë ti e rahatësha, sa i të isë në qerët, a i të i prishët qerët, a i të i bon pishmonën e qerët. Por këtë ma mirë, krejt ka analistët ka thonë ma mirë që kanë i këta munafikat, se kanë betë ushtria e kollume, kanë betë sinqerti, ose fitore, ose vdekje, ose xhenet kina me një. Qështu e kanë bo ato? Njeriu kur të lidhët me Allah subhanahu wa ta'ala, njeriu
kur ti nështrot Allah subhanahu wa taala, njeriu kur si bën zullum, njeriu dije se fitoria bi idhnillahi taala do të vjen. Pas shlirimit të Ain Xhalutit që fitoi, i merr me një dy hapa se Sejfuddin Kutuzi. Hapi i parë është me pastru Damaskin, Dimeshkin, prej tatarëve. Se këto kanë luftuar me Xhalut, ata me Palestinë. E ta është automatikisht kufin janë kush janë? Janë tatarët në Damask afër. Hapin e parë që e bon më në herë dhe Ruknedin Bejbersin, Adhajt Bejbersin, njëti personazh, do thotë Minjar e Nisa ju kon më i shkath, komandonti më i mirë, Minjar e Nisa ushtrim, thot për Damask. Por, hala pa mbri ushtria, çka bën Sejfuddin Kutuzi, i mençur, se e ka pa, thot, pa tjetër time me ju sulmu shpejt. Thot se ka mundësi afrohen, se tatarët ku janë? Janë Damask, janë Homs, janë Halep, janë Persi, janë Turki, do thot, janë Kin. Kur do të dëgjojmë që i kanë këto humbja, ato ka mundësi aktivizojnë këtë ushtrim. Rrezik i madh. Ki çka bën? Asnjë s'lën gjallë. Edhe e çon dikan delegacion për Damask, thot, tregoju muslimanëve që tatarët kanë humb. Ain Xhalut e në luftën në basën e Xhalutit. Kur dëgjojnë muslimat, ju kthehet vullneti. Thot çka, tatarët kanë humba. Me një krengritja. Fillojnë muslimat vetë të aktivizohen të luftojnë tatarët, derisa kur vjen ditën e Fitr Bajramit, Sejfuddin Kutuzi mas 3 ditëve, sa Ramazanat, thamë që ka nis lufta. Kur vjen ditën e parë Fitr Bajramit, nuk gjejnë asnjë tatar, përveç kush e ka u budhën dhe u ka fshije. I kanë xhbinje. Po mirë more, ku kanë që ato zhona që kanë sot? Do thot, ajo e cila e ka bo Sejfuddin Kutuzi, ja ka kthi vullnetin umetit në Sham, me kaq jo, Sejfuddin Kutuzi dhe versit i thot, drejt për në Homs. Nisët ushtria për në Homs, e pastrojnë Homsin, e pastrojnë Halepin, dhe fillon territori i muslimanëve të pastrohet prej tatarëve vëllezër. Dhe fillon që lajmi të shpërndahet që musliman kanë marrë një pozitë të madhe. Musliman kanë marrë hujum. Dhe fillon të bëhet destabilizim brenda ushtrisë e tatarëve, të cilët ato thoshin han, prej, kuajt e tatarëve jetojnë pa bukë një muj, tatari nuk vdret, tatari se ka shpata, tatari se ka shigjeta. Njerëzit do të more tash more do të ne ketë për të ka shpata. Ku kanë çto njerëzit? Ma herët, do thotë duhet dikush t'i aktivizoje. Duhet dikush t'i lëvizje. Që tregon se me të vërtetë kjo është nëse lëvizën vullneti, edhe është ëndra për xhenetin e Allahut shumë kollaj është. Që ato që thoshin 40 vite këto nuk mundën, pas 40 vite, po të vëllai me këto po mund ka, mund ke, e ne ki pas ka shpirtin, ne ki vdiska. Momenti ku brin në Damask Sejfuddin Kutuzi mushtrinë e vet, automatikisht parin e Damaskit e shkakon, se ka kon alat me tatarët. Shpejt, gjikacin minjëherë, edhe i ve njerëzit të posaçëm, njerëzit të drejtë, që mos t'i bëhet zullum, mos të bëhet çrregullim. Edhe nuk ju ka bë as krishterëve pa drejtësi, as muslimanëve, dhe në atë moment e shohin që fillojnë njerëzit që ta ruajnë, a kupton mallin e tyre, derin e tyre, ju vjen siguria bash sa viteve. Allah subhanahu wa taala thot: "Wa ja'ala kalimata alladhina kafaru sufla wa kalimatu Allahi al-ulya." Allah subhanahu wa taala poshti fjalën e atyre mushrikave, qafirave, raposh kurse fjala Allah subhanahu wa taala u ngrit nal. Këto vëllezër që ishin në Homs kur mbritën muslimanë dhe në Halep, me mia tatar kanë ngrinë, me mia tatar kanë arrestuar, nuk kanë lënë send, vëllezër kanë filluar të hinë dhe të largohen sikur mini kur e lëviz për i vrimës vet. Që të tatarë që të ishin një groj tatarëve i vrit ke 10 burrat muslimanëve, që të tatarë si birucat e minit i gërgojshin t'hin. Kur e kanë po që musliman, për një me, a dhe këto konan prapë. Kjo, vëllezër, vjen kur njerëz të kthehen te Allahu, pendohen te Allahu subhanahu wa taala. Do të për pak vëllezër këtë ka bëu Sejfuddin Kutuzi.
Më mendoj nisën 10 vite, 15 vite. E Sabir, historia thotë, javë, jo muj. Me javë ka prua stabilitet, do të Sham, Palestinë, Damask, në Homs, në Halep, me javë, jo me vite. Me vite hajduta plot, me vite shtet, vrasje plot, me vite vjedhje plot, me vite, me javë. Ashtu janë njerëzit kur t'i frikën Allahut subhanahu wa ta'ala. Pas kësaj, njëherë merr hapin tjetër Sejfuddin Kutuzi edhe e bashkon Egjiptin me Shamin. Shtetet që kanë kondar. Nipat e Salahuddin Eyyubit, stërnipat, kanë bua lat me krishtert, kanë bua lat me tatarat, për të arzue Egjiptin. Subhanallah, Allah në e ki i shkarkon krejt. Edhe vend njerëzit të mirë të devotshëm, edhe e bashkon Egjiptin me Shamin. Do të thotë Shami hien Siria sot, Jordani, Palestina dhe bëhet një super fuqi. I kthehet hejbeti muslimanëve. Bëhet shtet i fortë, i fuqishëm. Dhe Sejfuddin Kutuzi, atë që i drejt që jo konë o vlezar, atë që i drejt që jo konë, gjalin e Bedreddin Lu'lu, e vetë përgjec të Halepit. A Bedreddin Lu'lu o kon shpion, i shpioni jo muslimanve, ka punu për qafirat. Pse gjalin e ti e venë? Se gjalin ti ka të regue dashurin dhe i dinit Allahut, u kujdesëm dhe i dinit Allahut, edhe ja ka dhonë bejen Sejfuddin Kutuzit, edhe ka ndimu dinin, edhe pse baba i ti e kon alati qafirave, nuk e ka privu gjalin e ti për pozitiv. A do dini, sakrifon, baba i pis ka dalë, Allah i djali mirë. Unë s'ka që ka ta dënej gjalis për shak babas. Kjo është din, kjo është fej, o lezër. Ja le njerëzime të cilët kanë tregu pendim të sinqert. Ja le pozitën. Dhe në këtë formë ka realizue Sejfuddin Kutuzi që muslimanve ja ka pru rahatin dhe qetësin dhe e ka shpon për qarjen. Me dit, me javë. Kja është kur njeri u donë për një me të ndimon fejen Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe bod një teritor i madh, vëllezër, i cili këtë projekt, këtë luftë të madhe, Sejfuddin Kutuzi, prej ditën kur e ka marrë pushtetin, në karikën në fronin e qeverisë, a dini sa vjeti ka pas që e ka realizu këtë? Për sa vjetë ka mund të realizojë luftën ajnë e Gjalutit, Sigurin, Shamin, Palestinën, Homsin, Halepin. Për sa vjetë? Kush e di? Ç'ket fitore, ç'ket rati? Për 11 muaj. A është rëgjikshme? Ashtë. Për 11 muaj. Ka arrit të në poshtje super fuqina të zaman. Për 11 muaj. Allah në bëtë të drejtë, vëllezër. Allah inshallah i natin e bëtë ta kina onësh. Rezultatët e luftës pas Ajnë Gjalut. E para, për rezultatëve është që kjo ka tregu rezultatën njeriu kur t'i mbështet të Allahut, të kthehet te Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu subhanahu wa ta'ala je bereqet. Rezultati i devotshmërisë e ka pru këtë. Edhe sakrifica në rrugë të Allahut subhanahu wa ta'ala duhet patjetër. Edhe duhet muslimoni ta ketë lan tarda anke al-yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Nuk jam me pajtimet as krishterët, as shqiputët derisa ti nuk bësh si ta. Kjo është këtë, nëse nuk i ke çka jetë këtu. Po të kije. Allah subhanahu wa ta'ala thot la yazalun yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum. Ato të vazhdojnë të luftojnë derisa t'ju ktheni juve prej fejes. Derisa ti e ke emrin Abdullah, Muhammed, Mustafa, Hasan, i thu vetës la ilaha illallah ja musliman, Allah të kanë të luftu. Nëse nuk i ke qëto, nuk i ke parime, ti kote kje? Epi darka, shëtite, buni qefe, lëmoje, buni masazh, sa duesh, knaqu, epi sa duesh. Nëse ti, Allah je musliman, Allah të s'ta mune. Allah të. Ne do t'i kena disa sende, disa parime, do t'i dina, do t'i kena në shpirt. Ty, rezultati ti është se muslimanët e kanë fitu luftën me vetën e tyre. Se të muslimanët 40 vite kanë menduar muslimanët që s'mujnë në mendë ndryshim.
Do të thotë s'ka shanca. E kjo është tregon që i pas ka mundësi ti nëse të losh të Allah subhanahu wa taala. Do të thotë që ti duhet ta kesh parasysh se fitoria vjen prej teje. Mos e prit për tjetër kujt. Mos e prit për bunarin ti ta çelish. S'vaj kush jetë të çelë ti bunar, si të kesh nevojë për ujë. Mos mendo se fitoren të tjerë do ta japin. Ti duhet ta bësh. Sa mirë ki shkon me mësu dikush për mu, unë ti kisha marrë 500. A mundet? Të mësoj dikush marrë diplom, që të kush shkoj të jem puna, që a keni pa dikut? Sa mirë ki shkon, po sa? Duhet pa tjetër ja të shërgosh karikës? Po ja, nuk mundet, që të kush s'mundet për ti. Kush do në fitore, duhet që pa tjetër që ti nënshtrohesh urdhrave të Allahut dhe ti përvelish krahët dhe të ecish përpara. Do të thotë se fitoren ti ti e bje, por nëse ti nuk lëvizën, atër kote të ketë dhe kjo i ka bo me ditër musliman që i mujnë kanë me por fitore. Prej efekteve, apo rezultateve që lufta pas Ain al-Jalut ju ka kthije hejbeti shtetit islam. Prestigji. Se para kësaj, çdo të shenjë ka shkuar të kafshuar. Gjatënit kanë hes në territorët e muslimanëve. Me fitorjen, qenë ka zonë të tërhiqen, gjarprit që kanë lëviz në territorë kanë zonë zhdukën. Pse? Se është një qikiq, një spat që ju më shonë kohë ative gjatënive. Derisa s'kan pas hejbet, kush ka mujtë ka kafshu, kush ka mujtë ka bohile, kush ka mujtë ka gjujtë hel, edhe momentin to kur e kanë thije, atë hejbetin, atër kanë fillu të zhdukën. Për këtë thot Osman ibn Affani, Allah subhanahu wa taala ndalon me shtet, me pushtet, atë që nuk ndalot me Kur'an. Të lexoj ajetet sa dush ati. A mos ta kish marrë shpatën dorë se Sejfuddin Kutuzja dhe tatarët kishin rënje në Kairo. A kuptuat? Do të thotë që çka ndrohet me sultan, me pushtet, me forcë në herë, se ndronë Kur'ani. Se Kur'ani thotë zban, ti shkon e ban. Aman. Kur do të vinja i sultani, zot i Arab sa i mirë bëhash. A di sa i mirë bëhash, pse? Se forca bon ndryshime. Vëllezër, kështu që me ardhmën se Sejfuddin Kutuz me këtë fitore, korin rahati, bereqet, sukses, qetësi, nderin e tyre, pasurinë e tyre, pronat e tyre, në vendet e 146 vite musliman, pas kësaj, pas Ain al-Jalutit. 146 vite rahati siguri kanë konë. A para mendoj ju kanë marrë derin, ju kanë marrë matën, ju kanë marrë shtëse. Për këtë historia Ain al-Jalutit është shikursëritë që jep mësim njerëzive, që të thotë ti du të arrush pronën tonë dhe teritorit tanë, vendin tonë, a më nuk ruhet duke i shkel normat e dinit Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo është kon fillimi i shtetit i Memalikëve, të gjikit Sejfuddin Kutuzit, i cili ka vazhduar 270 vite mbrapa, derisa ka lind imperatoria Osmane. Do thotë, këto e kanë pas pushtetin 270 vite mbrapa. Pse bashkoi Sejfuddin Kutuzi prej rezultateve kësaj bashkimi i Shamit edhe Egjiptit? Për shkak se Shami dhe Egjipti është zemra e botës islame. Në aspektin gjeografik, në aspektin strategjik, në aspektin politik, në aspektin civilizim, në aspektin historik. Krejt edhe luftat e kryqëzatave, edhe tatarëve dhe krejt e çdo sulmi u kon në Egjipt, në Sham. Pse? Se këtu është kon islami në aspektin fetar, në aspektin ekonomik, në aspektin ushtarak. A e cekëm ne kur u përmesu çështja fetare, kur i aktivizoi Hoxhallaku dhe Monë Sejfuddin Kutuzit flasin, kur i tha që malli këtë ekonomia të ngritet, apo? Edhe kur i tha që ushtria të forcohet, a erë fitoria mbrapa. Do thotë nëse ka mungesë në aspektin fetar, vallai problem është.
se ti po zullon, ti nuk e din, ti ke frikë Allahut kur ta dish dinin dhe feja. Për këtë po ta lexoni fjalë bukur se ke njeriu armë kur ta ka të dorë dhe nuk ka fe, ai bëhet rebel. Ai bëhet rebel se arma të rebelon. Ama ti kur të kesh ilm dhe ditori, edhe pse ke armën dorë ti nuk bësh rebel. Si i di parimet dhe i di hakët. Prej rezultateve që pasaj në Xhalutit automatikisht pastron tatarët fillon e urdhron Bejbersin se fillojnë Kutuzi këtë vilajetet e krishterëve, krizatave që e kanë me i pastruhe. Fillon me njëherë. Ju e keni marrë me forcë, ajde, janis kadar. Dhe pastron teritorin krejt. Kjo të rezultatet do të thotë që njeriu kur t'jesh i fortë dhe kur t'jesh i mirë dhe kur t'kesh frikë Allahu subhanahu wa ta'ala, do të thotë bereqeti vjen mbrapa, të cilët derisa pastrohet edhe prej territorit Turqis, një pjesë që kanë pas armend, mbreti armenisë që ka bëu aleat, ju kujtohet ligjëratat e mëhershme me tatarët për mi luftu muslimanët, edhe këtë e marrin musliman Bejbersi para mendosin 40.000 armend zinë rrobë. Kthehet territori, kthehet hejbeti i umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por vdes Dhahir Bejbersi se dëshiron Akkën edhe disa vende tjera që kanë qenë të krishterëve. Do thotë pas 32 vite që i kanë pas pikat krishterët, që jo kanë marrë tokat pjesët e muslimanëve, i kthejnë muslimanët. Pas 32 vite. Pasi është vetëdijsuar umeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pas kësaj, në këtë periudhë, normal bie karnata musliman në Spanjë, por i kthehet autoriteti i Egjiptit, Azharit, vendi i botës shkencës, i diturive, e këshillit forcës, do të thotë për shkak se atje kanë rrah muslimanët edhe fillon pastaj paraqitja e diturisë dhe shkencave të vetit në çdo aspekt filloi prej në Kairo. Dhe prej rezultateve është që fillojnë tatarët ta pranojnë Islamin. Njëri prej familjes që i ka thonë familja e artë të tatarëve, ka pranuar 6 vite para luftës ndaj Xhalutit, ka pranuar njëri prej tyre Islamin. Pas kësaj, pas në Xhalutit fillojnë me të madhe ta pranojnë Islamin tatarët. Pse? Pse kanë pranuar më herët? Po tatarët s'kan pas din, s'kan pas fe. Njeri pa fe, pa din është i mbrazur gjoksi. Dhe pastaj kur i kanë pa musliman prej afërmi, e kanë pa që sa i mirë është Islami sa i pastër. Edhe kanë filluar të ndikohen. Këto ishin rezultatet pas Ainul Xhalut. Cilët ishin shkaqet e fitores? Pika shkurta. Për shkak kohës. E para, itiqadi, bindja në Allahun subhanahu wa ta'ala, që është fitoria prej onës të Allahut, s'është prej teje. Kush e ban popullatën dhe ushtrinë që të bindet që fitoria është prej onës të Allahut? Kush e ban? Hoxhallat, ulemat. Sejfuddin Kutuzi ka aktivizu këtë ulemat, këtë hoxhallat i ka obligu në për xhamia. Me folë, me jamësu feje njerëzive, me jamësu dinin, me kon të lirë klasin, jo me cenzur, jo me cenzora. Hakat i këta pim, hakat ataj pim, hakat këta pim, ani, të shishtu është tjetër për në feje. A kuptuat? Jo, kalon. Edhe prej këtu ka fillua, edhe baza e ti e kanë wa Islama, a thamë, s'ka thonë wa Masra, wa Egjipti shkoj, a s'ka thonë wa Shami shkoj, a s'ka thonë wa Araba, wa Arab. Do thotë, a kanë çështja kryesore dini feja, s'ka kanë as patriotizmi, as fanatizmi. Po kanë kryesorja feja Allahu subhanahu wa taala për këtë arsye. Kjo është punë e para e cila ka arrit që të vjen fitoria, do thotë pa përçarje. Bashkimi i gjithë umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, do thotë i ka bashkuar forcat dhe ka fal gabimet që i kanë bërë njerëzit dhe ushtarëve një prej tyre, do thotë që ja ka fal edhe atyre që janë bërë kriengric,
ndaj Sejfuddin Qutuzit, ja ka fol, ja ka bo halal, vetëm të kthehet. 3. Ngritja e zërit që të luftojnë në rrugë të Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo e ka bon që u kthen krenarin muslimanëve në atë zaman. Pas 40 viteve, a di çfarë do thotë? 40 vite të ta ulje kokën dikush te poshtë, pas 40 vite ti të marrësh frikë. Kjo është. Me çka ka bon? Në këtë. Dhe prej sebepeve është që atë që e ka marrë nëna imanore, bashkimin e safit, vlerën e vdekjes në rrugë të Allahut, pastaj ka marrë sebepin në aspektin material dhe fizik. Do thot i ka mësuar, do thot dhe i ka nis, do thot përgatitja fizike, bleqja, përgatitja për luftë, pastaj tham që i ka marrë fetfajën prej Izbin Abdisselamit, apo që vjen tatim popullatës, ai ka refuzuar, ka thonë shitni ju këtë mallin, e kanë shit këtë mallin, e kanë përgatit dhe janë bogati. Janë bogati, janë gjumë. Për këtë arsye që ka arrit të imposhtet tatarët, për ndryshe s'ka mundësi. Por ndryshe si të tjerë, do të gjëke si kanë të tjerë, dhe prej shkaqeve është shembullit praktik. Kush na bjen një shembull praktik që e ka bërë Sejfuddin Qutuzi? Prej ligjëratës të kalume. Nërë ka kontë e këshirë ushtrinë apo, kër e ka po që i ka njësë ushtria të ndrojnë matematika, ka zrip vetë. Edhe që ka bëhen, e ka kapelja, apo, që të regoj që unë jam këtu prezent me sin ushtarve. A dhe ushtarët kër e kanë po, mbrijeti ka hinje në mesin ushtrisë, ka është. Që unë këtu jam, unë me ju jam, si u traftoj. Disa komandatës kanë pranue, e kanë qërtue, pse ti me ranë mesin, me vdekti hup lufta, ka do me vdeku në shkojnë në gjenet. Inshallah shkoj shahid. Këtë din ka vdek e Bubekri, ka vdek Omeri, po ka ecë këtë din. Ka do nuk në fitoj për vetën time. A kjo do të heci kjo rrugë. Do thotë, kjo është, do thotë, praktika të regua që aj unë jam këtu. Prej sebepeve është që nuk ka bëha latë me qafirat, në atë zeman. S'ka kërku as prej krishterë, as prej kërkuj tjetër. Ka thonë vetën dhe të bojnë e këtë. Kam letë musliman, ja ka falë muslimanve, gabimet, ai që të rathare ka largu, ai që ka të regu pendim si qërisht e ka afru, edhe të risa paramendojnë e ven njërin kryesor, dhe dhajrë bebesi, kryesor në ushtri, i cili o konë rivali i Sejfuddin Qutuzit. Paramendojnë rival. E ka vua, a të shka dhëtë kur të avesh një pas të e njënin kryesor të ushtrisë? Kur do të alim në sapin? Ta ndronë fazën, pri plus minus, ta ndronë fazën. A unë e ka pas qëllimi që me islami me fitue. Nuk e konë qëllimi vetës vetë, karikës së vetë, dhe pozitës së vetë. Dhe normali ka shkaku gjithë e jubijint, nipat dhe stërnipat e Salahuddin e Jubit, për shkak se ato e kanë rujtë veç pozitën me mbledh pare, edhe këtë antarë të familjes i kanë punësue. Do thotë lokalista, e meritoj se meritoj, i jemi ashtë. Ja, automatikisht i ka shkakue. Vetëm kush e ka meritu, i ka punësue. Jo në aspektin familjarë dhe njofësi. Dhe jo ka këthije normal shpresën muslimanve dhe i ka pas bindjen ka thonë që Allah subhanahu wa taala ka thonë keteb Allah la aglibanna ana wa rusuli inna Allaha qawiyyun aziz. Allah subhanahu wa taala ka thonë që do të fitoj unë dhe të dërguarit e mi. Kje ka pas këtë bindje. Nëse ne jena për një me të mirë me Allah, ne kena me fituar. Dhe ja ka këthi kështu vullnetin komandantave, ushtarve, edhe popullatës së vetë, dhe akhdhu bi shura, konsultim. Me gjlisin shura e ka bo, me gjlisin e konsultimi. Por nuk e ka bo këtë vetëm kamuflash. Ngoni, ju jeni kantarët e moj, aman, kur ta kraj kokën unë, dinja votojni për mu, në favor tem. Kur ta kraj veshin, mësot për në favor tem. Ja, i kam ledh për një me gjlis shura. Si ta përmësëm gjendin në umejetit. Jo si ta ru interesin të personal. Për këtë arsia Allah i ka dhënë mërgjit. Edhe atë që i kanë po të arsyshme, atë e kanë vendosë. Pastaj i ka vëndu njerëzit të cilët e meritojnë pozit. Dy kushti ka pas.
Sejfuddin Kutuzi, për me shtim punë di kanë mi dhoni pozit. E para e ka pa, a është i Zoti për me sos qatë punë, edhe i diti a është besnik që e runë mallin. A është besnik ndaj mallit të muslimanëve? A është besnik ndaj hakit të muslimanëve? A është besnik ndaj hakit të ummetit? A është besnik ndaj hakit të dinit? A është besnik ndaj vetes së vet? Nëse u koni Zoti, edhe ka pas aftësi, një, e dyta a është besnik. Se dikush ka aftësi, më shejtani është. Ta lunë sapin. Kur vjen momenti, ka shështrisë edhe ti. Ta sos punën, 99 për tim, 10 për veti, gjë, kur e merr vesh hajdut, la ilaha illallah. Ati ja ke besu këtë punën. Apo gjysë për gjysë, sa ka tonë? Ai është ja, a më shejtan, hajdut, amanet s'ka. E të Sejfuddin Kutuzi të dihet ka të shmo. E para aftësin, e dyta, a është besnik, a e runë amanetin. Dhe e funda o vlezar, se zgota, e funda është kanë asket. Se ka dosh dunjon. I pari, kush ka thonë unë e shesket pronat, edhe këtë pronat e ka shqit përveç shigjetën, kalin e në shtizën, mjetët e luftës që i ka rritë. Sejfuddin Kutuzi, pastaj komandanta, ministrat, këti kanë shqit edhe e kanë pregadit. Këto ishin ato shkaqe të cilët arriti që Sejfuddin Kutuzi të fiton ajnë xhalut dhe t'ja kthen hejbetin umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe të fillojnë musliman të marrin frym rahat, të jetojnë vetën e rahat, të flenë rahat, të praktikohet Islami rahat dhe kjo zgatë Allah 146 vite rahati dhe qetësi. As i pushtet 270 vite kanë sunduar lusë Allah subhanahu wa taala që Allahu t'ja kthen krenarim dhe rahatin umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu ju ruaj, Allahu ju nderoj. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A thot kur do sosën tatar, kur do mushi të zgjat me Allah, po kena më shumë pak më shpejt. Inshallah vazhdojmë me disa ajete që na kanë bërë për surën Al-Hujurat, që kena filluar me shpjegim surën Al-Hujurat, na kanë bërë disa ajete në fund disa etika, e inshallah do të vazhdojmë ato e pastaj të nisna me diçka tjetër e cila ka nevojë për jetë. Do të nisna në seria besoj të bukur të mirë, mendoj, inshallah. Që kena nevojë. Ka nevojë veçantë, ka nevojë të martumit, ka nevojë burrat, ka nevojë gratë, ka nevojë fëmijë, ka nevojë shoqëria. Besoj se këtë që thesë do të çfarë lloj problemi u të sallallahu, inshallah do mundohemi çat me shtjellë inshallah. Allahu ju ruaj. Selam aleikum.